Ky është momenti kur ekzekutohet në Elbasan biznesmeni Mondi Mëhalla. Si të shihet edhe në video, autori doli nga mjeti me të cilin po qarkullonte dhe qelloi me pistolet në drejtim të shënjestrës, duke e lënë të vdekur. Ndërsa fotoja që shihni i përket personit të tretë të arrestuar, Nevzat Spahos, i cili ka dyshime se ishte bashkëpunëtor i Qitësit dhe grupit që bëri të mundur vrasjen e biznesmenit. Ndaj Spahos rëndojnë akuzat e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armëmbajtje pa leje. Arrestimi i tij e çoi në tren numrin e personave të prangosur për këtë ngjarje, pas prangosjes së 32 vjeçarit Gjino Ago, ish ortaku të Mahallës dhe Kujtim Pishës, rojës së karburantit ku ndodhi ngjarja. Në kërkim janë Marcel Arani dhe Armando Kola, të cilët nuk është mundur ende që të kapen nga efektivet blu. Grupi hetimor po punon në disa pista për zbardhjen e shkakut të kësaj vrasje, e cila ndodhi në pronën e viktimës dhe me automjetin që kompania e tij kishte në pronësi, por dy janë pistat kryesore ku është fokusuar: konflikti të viktimës me autorët për çështje biznesi, si dhe prishje e mundshme e pazareve të drogës. Ngjarja e rëndë u shënua mbrëmjen e së dielës kur biznesmeni Mondi Mëhalla sapo doli nga një zyrë në karburantin e tij, hyri në automjet dhe u qellua 3 herë me plumba pistolete. Autorët u larguan dhe e dogjën automjetin në fshatin Mirak të Librazhdit. Brenda mjetit të djegur u gjet edhe një pistolet bereta e përdorur në krim.